Çdo njeri para gjumit duhet të pijë një lugë të vogël uthull-molle. Do trajtonit këto 3 probleme. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduken dhimbjet e barkut gjithashtu dhe lukthi do të jetë më i pastër. Nivelet e sheqerit do të jenë më nën kontroll dhe kohë pas kohe do ta keni më të lehtë të përmirësoni imunitetin tuaj dhe të reduktoni gjithashtu masat e tepërta dhjamore të organizmit. Cilësia e mirë e uthullës së mollës mund të jetë shumë e njohur, mirë po ekzistojnë edhe ato të cilat nuk janë edhe aq të njohura. Lexoni me vëmendje gjithashtu edhe për mbajtjen e uthullës së mollës dhe përpiquni të zgjidhni atë që u përshtatet më shumë në shëndetin tuaj dhe gjithashtu të jetë sa më natyrale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Vetëm kështu përfitimet e saj do të jenë më efektive për organizmin dhe do të lehtësojnë në një sër komplikacionesh. Ja çfarë ndodh nëse pini një lugë uthull-molle të vogël të tretur në një gotë me ujë, të paktën 2 orë përpara se të shkoni në gjumë. Do të ndjeni uri dhe më të pakta. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me cilësinë e gjumit. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ai. Uthulla e mollës ka aftësinë të luftojë grumbullimin e dhjamit të tepërt dhe të reduktojë gjithashtu nivelet e oreksit. Uthulla e mollës gjithashtu përmban lektin dhe pektin që relaksojnë trurin, kështu që kur ndiheni të uritur përpara se të flini, të paktën hiqni dorë nga çokolata dhe përzjeni një lugë uthull-molle të tretur në një gotë me ujë. E konsumoni atë të paktën 2 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Uthulla e mollës gjithashtu mund të lehtësojë edhe dhimbjet tuaja të fytit. Bakteri përgjegjës për dhimbjet e fytit nuk mbijeton dot në ambientet ku është e përfshirë gjithashtu uthulla e mollës. Prandaj merrni një lugë uthull-molle dhe e tresni në një gotë me ujë. Kështu mund ta përdorni atë për të lehtësuar dhimbjet tuaja të fytit. Do të lehtësojë problemet e lemzës. Uthulla e mollës do të stimulojë nervat përgjegjës edhe për lemzën dhe shijimi i uthullës së mollës do të bëjë që lemza të harrohet fare lehtë. Një lugë çaji uthull-molle tretur në një filxhan me ujë të ngrohtë mund të përdoret për të lehtësuar problemet e lemzës. Por nuk mbaron me kaq përfitimi që do të merrni nga uthulla e mollës. Ajo mund të ndihmojë në çlirimin e hundëve të zëna. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, me kalium, gjithashtu me vitaminën B1, vitaminën B2, vitaminën A dhe E, të cilat do të pastrojnë mukoza dhe gjithashtu sinuset tuaja. Përzjeni një lugë çaji uthull-molle në një gotë me ujë dhe e pini atë pak përpara se të shkoni në shtrat. Do të rregulloni gjithashtu aciditetin e tepërt të stomakut. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë aciditetin e tepërt të stomakut tuaj. Thjesht përzjeni një lugë çaji uthull-molle në një filxhan me ujë dhe e pini atë të paktën 2 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo është një mënyrë lehtësuese për sa kohë nuk keni marrë trajtimin e duhur. Uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të rregulluar erën e keqe të gojës. Bakteret në gojën tuaj mund të jenë shkaku kryesor pse mund të keni erë të keqe të saj. Siç e thamë edhe më herët, mund të largojë bakteret nga goja juaj duke u përdorur edhe në formë gargare. Për këtë rast tresni një lugë çaji uthull-molle në një gotë me ujë dhe përdoreni atë për të bërë gargar dhe për të lehtësuar erën e keqe të gojës. Është një metodë alternative shumë efektive që në kushte efektive dhe të shpejta mund t'jap rezultatet për të cilat keni nevojë më shumë në ato momente. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu si një lehtësuese shumë e mirë e stomakut tuaj. Uthulla e mollës ndihmon që ta harroni gjithashtu pagjumsinë gjatë natës që shkaktohet nga dhimbjet e ndryshme të stomakut. Jo nuk keni më probleme me gazrat në stomak dhe me shtrëngimet e tyre. Mjafton ta përdorni uthullën e mollës në këto raste dhe përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme. Përzjeni një lugë çaji uthull-molle në një gotë me ujë me mjalt dhe e pini atë të paktën 2 orë përpara gjumit. Është një mënyrë alternative shumë e mirë që në kushte të tilla mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i situatës suaj, për sa kohë nuk keni marrë edhe trajtimin e specializuar, citojnë ekspertët. Gjithashtu uthulla e mollës
do të ndihmojë organizmin tuaj që të rregullojë edhe problemet e luhatjeve të sheqerit në trup. Nivelet e larta të sheqerit në trup mund të mbahen në kontroll për sa kohë e përdorni si duhet uthullin e mollës në situatën tuaj. Ajo mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës dhe të reduktojë nivelet e sheqerit, por kjo nuk do të thotë se ajo mund të jetë një zëvendësuese e plot e situatës suaj. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e saj, përdoreni uthullin e mollës. Uthulla e mollës është një mundësi shumë e mirë lehtësuese edhe kundër dhimbjeve të gjurit. Mungesa e kaliumit në organizëm mund të konsiderohet si shkaku kryesor i dhimbjeve të gjurit dhe për fat të mirë, uthulla e mollës mund të jetë e aftë të parandalojë këto komplikacione. Përdoreni atë si një metodë alternative lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu gjithmonë e tretur në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kur pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që ajo mund të përmbajë. Prandaj, nëse e pini të patretur në ujë, bëni kujdes pasi mund të shkaktojë edhe probleme me ezofagun dhe stomakun. Mënyra e duhur për ta konsumuar uthullin e mollës është ta tresni në ujë, që të mbroni fytyn dhe stomakun tuaj. Edhe kur ta tresni në ujë, uthullin duhet ta pini nëpërmjet një pipze dhe më pas të prisni të paktën 30 minuta dhe të lani dhëmbët tuaja me furçë. Uthullin e mollës nuk duhet ta pini pas buke. Nëse e keni zakon të konsumoni uthullin e mollës pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj, pasi vlerat e saj në organizëm nuk do të jenë të njëjta. Ekspertët këshillojnë që nëse doni të përdorni uthullin e mollës, ta pini atë përpara konsumit të një racioni. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni situatat tuaja dhe gjithmonë të mos ndikoni edhe në keqtretje. Kujdes duhet të tregoni edhe me sasinë e uthullës së mollës. Gjedha me krip dhe kripa me karar, thotë populli, dhe kjo shprehje vlen gjithashtu edhe në përdorimin e uthullës së mollës. Është mirë që ta nisni ngadalë dhe t'jepni trupit kohë që të mundësojë edhe përshtatjen me përdorimin e uthullës së mollës. Në rast se keni vendosur ta përdorni uthullin e mollës në situatat tuaja, gjithmonë përdoreni me kujdes dhe gjithashtu mos konsumoni më shumë se 2 lugë çaj uthull molle të tretur në një gotë me ujë çdo ditë. Gjithashtu, nëse keni ulçra të stomakut, tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e saj në dietën tuaj të përgjithshme. Uthulla e mollës përmban aciditet të lartë në stomak. Prandaj, nëse konsumoni uthull molle dhe vuani nga aciditeti ose ulçrat, duhet ta reduktoni konsumin e saj, në mënyrë që të mos shkaktojë edhe komplikacione të tjera të organizmit. Nga diarreja tek kolitja, humbja e peshës dhe parandalimi i tensionit të lartë të gjakut. Përfitimet që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës do të jenë vërtet të larmishme. Sipas Bright Side, përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë tuaj mund të jetë një mundësi edhe kundër rënies së flokut. Nëse keni probleme me rënien tuaj të flokut, uthulla e mollës mundet ju ndihmojë në këtë aspekt. Është shumë ushqyese dhe rregulluese e pashit në lëkurën e kokës. Gjithashtu mund të forcojë flokun dhe të largojë edhe qelizat e vdekura dhe të parandalojë kështu rënien tuaj të flokut. Gjithashtu edhe të përmirësojë strukturën e tyre. Uthulla e mollës e përdorur si duhet në dietën tuaj mund të jetë një aleat e organizmit edhe kundër problemeve të kollës. Kolla e thatë është një irritues shumë i madh i situatës suaj. Nëse jeni duke kërkuar për një trajtim natyral, uthulla e mollës mund të jetë një lehtësim i situatës suaj. Duke u tretur gjithmonë në ujë mund të përdoret edhe si një lehtësues kundër këtij shqetësimi. Nëse vuani nga diarreja, mund të përdorni uthullin e mollës si një lehtësues. Uthulla e mollës konsiderohet si një lehtësues i shkëlqyer i problemeve të diarres. Ajo mund të veprojë si një antiseptik dhe të largojë gjithashtu bakteriet e këqija nga organizmi juaj. Rekomandohet jo më shumë se 1 lugë çaji uthull molle e tretur në një gotë me ujë si një lehtësues shumë i mirë i situatave tuaja. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.